Marshimi I protestuesve 2 net më parë përmes autostradës Tiranë-Durrës me devijim për nga aeroporti I Rinasit u dha krah kritikëve të shumt. Ata nuk u përmbajtën, duke zgjeruar menun e përditshme që ka vetëm një qëllim, si e si ta përçaj protestën, ta bëj atë sa më të vogël, ta delegitimoj dhe ta tregoj për të tjerët si një turm e drejtuar nga mendje të liga. Për herë të parë, politika shqiptare po ndjen pasiguri për të ardhmen e saj. Afër mendsh që një protest, e cila rrezikon themelet e politikës që ka zaptuar skenën shqiptare prej dekadash, do të përballet me sulme nga të gjitha anët, para së gjithash sulme politike dhe të sponsorizuara nga politika. Një protestë e zakonshme partijake zakonisht është e parashikueshme. Dihet kush organizon, kush merr pjesë, çfarë kërkon dhe kur mbaron. Prandaj, edhe pushteti di si ta menaxhoj. Mund ta sulmoj politikisht, mund ta injoroj ose mund të negociojë me organizatorët. Protesta e të rinjve e këtyre ditëve e kapi mat edhe politikën, edhe qeverinë. Ajo është krejt ndryshe nga çdo protestë e zhvilluar që pas viteve 1990. Një grup të rinj ka dalë në rrugë, po proteston ndaj kastës së vjetër politike për korrupsionin, ekonominë, braktisjen e vendit jo vetëm nga të rinjt, mungesën e demokracisë e të meritokracisë. Partia Socialiste dhe ajo demokratike, që kanë qeverisur vendin herë njëra e herë tjetra, tashmë janë përjashtuar nga debati për të ardhmen e Shqipërisë. Këtë nuk janë gati ta pranojnë. Ndaj prej më shumë se 2 javësh, piruetat politike I kanë si gjell për çdo vakt. Shpresonin që protesta të zvogëlohej nga vapa ose kampionati botëror, u shgënjyen, po përpiqen të marrin drejtimin e saj, po dështojnë. Protesta po hyn në një shtrat vazhdimësie që po e tremb establishmentin politik. Qëndresa, disiplina dhe narrativa e qartë e protestës me gjas mund të prodhojë pasoja më të mëdha se vetë numri I pjesëmarrësve. Përmes kësaj proteste lexohet nervozizmi I kryeministrit, qëndrimi pa shtyllë kurizore I opozitës së Berishës, ftesat për dialog që më pas shoqërohen me stigma dhe akuza, dalja nga rreshti I partisë I deputetes neomalsore, zërat për pakënaqësi të brendshme në Partinë Socialiste e të tjerë. Nga ana tjetër, revolucioni Flamingo ka krijuar një klim të re diskutimi. Për herë të parë, pas shumë kohësh, çështja nuk është vetëm se kush do të fitojë zgjedhjet e ardhshme, por se kjo politikë nuk e përfaqëson më zemëratën qytetare. Është një diskurs krejt tjetër për Shqipërinë e vogël, e cila ka fituar vëmendje kombëtare dhe globale. Shpallja rregullore së marshimit ishte një tjetër lëvizje e zgjuar që kapi mas të gjithë kritikët e protestës. Pas marshimit në autostradën Tiranë-Durrës, ndaj protestuesve vërshuan një lum akuzash, si të dala nga lana në këto kohë vape. Protesta me shkas zvërnecin, si shumë lëvizje qytetare mbështetet e energjia, zemërimi dhe spontaniteti. Këto elementi I japin gjallëri, por I bëjnë edhe të cënueshme. Mjafton një incident apo një provokim që fokusi të zhvendoset nga kauza dhe të përqendrohet te forma e protestës. Shpallja e rregullave për marshimin ishte një përgjigje e shpejtë që kritikët nuk e prisnin kurse si. Marshimi drejt Rinasit tërhoqi vëmendje të madhe. Për mbështetësit ishte një demonstrim vendosmërie, për kritikët ishte një veprim I rrezikshëm, I papërgjegjshëm dhe destabilizues. Pavarësisht se cili interpretim është më afër realitetit, fakti është se debati publik për disa orë u zhvendos nga arsyet e protestës te vetë itinerari I saj. Kur një lëvizje kupton se po rrezikon të humbas kontrollin, duhet të vendosë disa rregulla. Ndaj, rregulloria e marshimit mund të lexohet si një mesazh I fortë dhe për të gjithë. Së pari ndaj pjesëmarrësve, sepse protesta nuk është dhe nuk duhet të jetë një grumbullim spontan, ku secili vepron sipas dëshirës së vet, por një aktivitet me disiplinë dhe përgjegjësi. Së dyti, ndaj opinionit publik, të cilit I thuhet qartë se protesta nuk synon përplasje, tensione apo skenar të pakontrolluar, por është zemërat masive e organizuar. Së treti, ndaj institucioneve. Një rregullore e tillë është mënyra më e mirë për të shmangur justifikimet për etiketime dashakeqe, për çarste e të tilla si këto. Sa më e qartë jetë sjellja e protestuesve, aq më e vështirë bëhet që protesta të paraqitet si kërcënim për rendin publik. Rregulloria ka 5 pika të shkurtra, të thjeshta, praktike, por me mesazh të qartë. Le t'i marrim një nga një në përpjekje për të kuptuar dhe arsyet e këtij disiplinimi. Pika e parë, marshimi nga sot do të jetë brenda unazës. Kjo është pika më domethënëse. Ajo vendos një kufi të qartë gjeografik dhe politik për veprimin e protestuesve. Pas marshimit drejt Rinasit, kjo pikë duket si një mesazh I drejtë për drejtë. Nuk do të ketë më lëvizje të paparashikueshme drejt objekteve apo zonave që mund të krijojnë tensione, po zgjidhet një terren më I kontrollueshëm dhe më I njohur. Njëherëzi, kjo pikë u heq kritikëve një argument të fortë. Nuk mund të thuhet më se protesta po tenton të prek infrastrukturë strategjike apo të dalë jashtë parametrave të zakonshëm të një demonstrimi urban. Pika e dytë, marshimi nuk do të ndahet në grupe. Këtu flitet për kontrollin e brendshëm. Kur protestuesit ndahen në disa bloqe, humbasin kontrollin mbi atë që ndodh në tërësi. Mjafton që një grup I vogël të kryejë një veprim të papritur dhe gjithë protesta identifikohet me atë veprim. Duket se organizatorët e dinë rrezikun e infiltrimeve, provokimeve ose iniciativave individuale që mund të krijojnë probleme. Nga këndvështrimi më ideal, kjo pikë mbart një mesazh uniteti, një marshim, një drejtim, një vendim.
E treta, në thelb, ajo ndalon përsëritjen e situatave, ku protesta vendos në moment të ndryshojë itinerarin. Kjo është një formë vetë disiplinimi. Organizatorët kanë reflektuar seriozisht mbi reagimet që shkaktoi marshimi drejt rinasit. Ata duket se kanë arritur në përfundimin që fituan vëmendje, por edhe krijuan kosto që nuk duhen përsëritur. Pika e katërt, orari i fillimit të marshimit është 20:30. Në pamje të parë duket teknike, por edhe kjo ka shumë rëndësi. Kur një lëvizje fillon të respektojë orare fikse, krijon edhe ritëm. Protestuesi duhet të dinë paraprakisht kur dhe ku do të zhvillohet marshimi. Kjo pikë sugjeron se protesta synon vazhdimsi dhe se nuk është një shpërthim i rastit. Dhe e fundit, marshimi lë gjithmonë një korsi boshe për emergjenca. Kjo është pika me ngarkesën më të madhe simbolike. Praktikisht, ajo synon të shmang bllokimin total të qarkullimit dhe të garantojë kalimin e ambulancave, zjarrfikseve apo mjeteve të tjera emergjente. Politikisht synon të tregojë përgjegjësi qytetare. Kjo është një mënyrë për t'i thënë publikut, ne po protestojmë, por nuk duam të dëmtojmë qytetarët e tjerë. Lëvizja ka filluar të prodhojë rregulla të brendshme. Në një farë mënyre, po bën një hap drejt institucionalizimit. Nuk është më thjesht një reagim, po krijon struktura, norma dhe mekanizma vetë kontrolli. Kjo nuk do të thotë se po shndërrohet në organizatë politike, por tregon vazhdimësinë e saj. Protestuesit duket se janë të vetëdijshëm që kritikat, përpjekjet për intimidim apo përçarje janë thuajse e pashmangshme në çdo lëvizje që fiton vëmendje publike. Në momentin që një lëvizje nis të prodhojë ndikim politik, fillojnë edhe përpjekjet për ta etiketuar, për ta përfshirë në kampe politike, për ta paraqitur si të manipuluar apo për të krijuar ndarje të brendshme. Rregulloria është një përgjigje e drejtë ndaj këtyre presioneve. Protestuesit po e thonë me zë të ne i përcaktojmë vetë rregullat tona dhe nuk do të lejojmë politikën të na i përkufizojë. A mund të jetë kjo një strategji e suksesshme? Përgjigjja varet nga shumë faktorë, por nëse disiplinimi i protestës arrin të ruajë energjinë e saj, pritet një finale e mirë, sepse për hir të së vërtetës, çdo lëvizje si kjo protest përballet me dilema, shumë spontanitet sjell rrezik dhe kaos. Shumë rregulla mund të sjellin ftohje dhe humbje entuziazmi. Suksesi zakonisht qëndron te balanca mes të dyjave. Nëse protestuesit arrin të tregojnë se mund të jenë njëkohësisht të vendosur dhe të disiplinuar, atëherë rregulloria e marshimit mund të konsiderohet një moment i rëndësishëm në pjekurinë e kësaj lëvizjeje. Kjo është arsyeja pse mbrëm nuk kishte shumë rëndësi vetëm fakti sa vetë ishin në protestë dhe në marshim. Rëndësi kishte edhe nëse protestuesit mundën të zbatonin rregullat që i shpallon po vetë. Shpesh, koherenca mes asaj që thuhet dhe asaj që bëhet është testi i parë i seriozitetit të një lëvizjeje. Marshimi i parë i protestës me rregulla të mirëkuptuara ja doli. Kjo nuk është pak. Të rinjt mund ta konsiderojnë si një fitore të parë.